depresioni është i nevojshëm për jetën. Kjo video është për ty që je në këtë gjendje, nëse e ndjen se jeta po të rrëshqet nga duart, nëse mëngjesi fillon me një boshllëk në stomak dhe zemra duket sikur peshon më shumë se gjithçka tjetër në trup. Dije këtë, nuk je i vetëm. Dhe më e rëndësishmja, kjo gjendje që po kalon ka një qëllim më të thellë. Nuk je duke u prishur, je duke u rindërtuar. Nuk je duke u shkatëruar, je duke u transformuar. Dhe ndonjëherë depresioni është portali për këtë ndryshim. Pse depresioni ndodh? Depresioni shpesh duket si një armik. Na izolon. Na bën të ndjejmë sikur nuk vlejmë, sikur gjithçka është bosh. Sikur jeta nuk ka kuptim. Por në të vërtetë, ai është një sinjal i thellë shpirtëror. Ai është një ndalesë që na bën të kuptojmë se diçka në jetën tonë nuk po funksionon siç duhet. Shpesh jemi duke ndjekur një rrugë që nuk është për ne. Jetojmë për të tjerët. Punohemi, lodhemi, konsumojmë energjinë për një version të vetes që nuk është i sinqert. Depresioni vjen si siren alarmin duke na thënë, ndalo. Reflekto. Rikrijo veten. Çfarë të mëson depresioni? Të qëndrosh me veten. Në një botë që të shtyn të jesh gjithmonë i zënë, depresioni të detyron të përballesh me veten. Të ndjesh dhimbjen. Të përballesh me mendimet që i ke shtyr prej vitesh. Dhe pikërisht aty ndodh shërimi, të kuptosh rëndësinë e ndjeshmërisë. Kur je në depresion, çdo ndjesi është e thellë. Çdo fjalë mund të të thyej, por gjithashtu çdo përqafim i sinqert mund të të shpëtojë. Ndjeshmëria bëhet dhuratë, të mësosh të thuash jo. Depresioni të mëson se nuk je i detyruar të shërbesh gjithë botës duke shkatëruar veten. Të mëson të vendosësh kufi, të krijosh një jetë të re nga e para. Nëse e ke arritur pikën më të ulët, e vetmja rrugë është lart. Dhe ajo ngjitje fillon kur zgjedh të bësh ndryshimin më të vogël. Rindërtimi yt fillon këtu, nuk ka formulë magjike. Rindërtimi i vetes kërkon kohë. Por ja disa gur themeli, fillon me kujdesin për trupin, fle mirë. Ushqehu thjesht. Ec çdo ditë. Këto nuk janë vetëm zakone. Janë gur shpëtimi, fillo ditën me një fjalë mirënjohjeje, edhe nëse është vetëm, jam gjallë. Sepse kjo është fitore më vete, krijoj një strukturë të vogël ditore, një orar. Një qëllim i vogël. Një rutinë. Këto mbajnë shpirtin të lidhur me realitetin, fillo të flasësh me një mik. Me një psikolog. Me veten përballë pasqyrës. Zëri yt ka fuqi, depresioni nuk të definon, ti nuk je kjo gjendje. Ti je më shumë. Ti je ai që mbijetoi. Ai që u përball me errësirën dhe nuk e la veten të humbas. Mos e ngatëroni veten me situatën tuaj. Nuk je i thyer, je në ndërtim. Shembuj të njerëzve që u ngritën, Abraham Lincoln, vuajti nga depresioni i rënd gjatë gjithë jetës, por u bë një nga liderët më të fuqishëm të historisë. Winston Churchill e quante depresionin e tij qeni i zi, por sërish udhëhoqi një vend në kohë lufte. J.K. Rowling, në depresion të thellë, pa para dhe e braktisur, ajo shkroi Harry Potterin. Këta njerëz nuk ishin të dobët. Ata ishin në errësirë, por zgjodhen të mbajnë një shkëndijë shprese. Dhe edhe ti mundesh. Ti je një luftëtar, nëse je duke parë këtë video, do të thotë se diçka brenda teje ende dëshiron të jetojë. Edhe nëse është një zë shumë i ulët, një fije dritë, ajo është aty. Dhe detyra jote është ta ndjekësh, mos prit që të ndihesh gati për të ndryshuar. Bëj veprimin e parë edhe nëse nuk ke dëshirë. Ec përpara edhe kur ndjen sikur nuk mundesh. Sepse lëvizja sjell jetë. Dhe jeta sjell shpresë. Në përfundim, po, depresioni është i vështirë. Është i errët. Është i pashpjegueshëm për të tjerët. Por është gjithashtu një thirrje. Një mundësi për transformim. Një ftesë për të njohur vetveten. Ti nuk ke ardhur në këtë jetë për të qenë i thyer. Ke ardhur për të rilindur. Dhe ndonjëherë rilindja ndodh vetëm pasi ke rënë. Nëse je ende këtu, dije këtë, ti je më i fortë se sa mendon. Dhe kjo fazë do kaloj.
Dhe një ditë ti do kthehesh pas dhe do falenderosh vetveten që nuk u dorëzove, sepse pikërisht kjo dhimbje po të përgatit për lavdin që të pret. Ti je i vlefshëm. Ti je i dashur. Dhe mbi të gjitha, ti ke ende shumë për të dhënë. Kjo video është për ty, mos u dorëzo, ti por i linë.